Sot, në fakt, shënohen edhe 13 ditë nga nisja e grevës së urisë së naftëtarëve në Marinz. Një nga protestat që ne kemi ndjekur që në ditën e parë me Dritan Shaun, i cili është kreu i sindikatës që edhe ka qëndruar gjithkohën aty, na ka sjellë informacione se si ka qenë gjendja e naftëtarëve, dhe nga ana tjetër, cilat kanë qenë edhe reagimet e institucioneve qoftë atyre shtetërore, por edhe private, siç është Bankers Petroleum, që i është shtruar kërkesa. Ja ku jemi tashmë me pamje të drejtë për drejta pikërisht nga naftëtarët, të cilët duhet thënë se janë në një gjendje disi më të përkeqësuar. Ditën e djeshme ju është dashur edhe ndihmë mjekësore. Lidhemi me kreun e sindikatës, me Dritan Shaun, mëngjesin e sotëm për të kuptuar pak më shumë nga gjendja e tyre. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Dritan. Mirëmëngjes. Fakt pamjet e tregojnë nga ajo që ne shohim në ekranin e madh që nuk është një situatë fort e mirë mes grevistëve, apo jo, na trego diçka më shumë. U bën 13 ditë që jemi në grevë. 3 prej ndjemve janë trajtuar me ndjemë mjekësore në spital. 2 prej tyre kemi sugjeruar dhe mjeku ka sugjeruar që nuk duhet vazhdojnë grevën se përkeqësimi shëndetësor ka qenë i lartë. Kështu që për mos rrezikuar shëndetin, 2 prej tyre nuk janë më pjesë e grevës. Ne pjesa tjetër do të vazhdojmë derisa të mundemi vërtet nga aspekti shëndetësor, megjithëse vullneti dhe dëshira për ta çuar deri në fund qëndron e fortë. Gjithashtu, djemë të tjerë që kanë përziluar punën janë të gatshëm për të bërë pjesë e grevës, për mendojmë se duhet ta shtojmë apo duhet të qëndrojmë kështu si jemi. Grevës së urisë flas se grevës përzilim të punës janë plot djemë jashtë që kanë përziluar punën. Ne kemi kërkuar meritokraci, drejtësi dhe barazi në atë që ne kemi bërë në fushë, në atë që djemët japin në fushë, në atë që ata bëjnë në përvendburimin, veprimtarinë e punës që ata kryejnë. Por deri tani ka qenë një heshtje nga të gjitha institucionet dhe një heshtje nga kompania. Duhet një papërgjegjshmëri totale, kur një pjesë e mirë e naftëtarëve dalin për drejtat e tyre, japin denoncime publike për disnivelin ekstrem të pagave, ku naftëtarët në fushë marrin 600 apo 700 euro, dhe drejtuesit e lartë ku marrin deri në 10 mijëra deri në 100 mijëra euro. Kemi kërkuar që këtu mos të ketë diskriminim, kemi kërkuar vetëm meritokraci. Dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë të kjo. Pavarësisht përkeqësimit pra të gjendjes shëndetësore të grevistëve, thonin që do të qëndroni edhe pse nuk ka një reagim, sa ju ka demoralizuar kjo, sa po ju bën që ndoshta të hiqni dorë për shkak se ka një përkeqësim mbi të gjitha të gjendjes shëndetësore, që është edhe vështirësia më e madhe patjetër. Nuk ka se të heqim dorë, ne do të vazhdojmë sepse ne jemi me të vërtetën dhe jemi me të drejtën. Përsa kohë kërkojmë të vërtetën dhe të drejtën, ne do të jemi këtu dhe do të vazhdojmë. Sot në mëngjes, në orën 7 kemi qenë para zyrave, pjesa më e madhe e djemve që kanë përziluar punën ka qenë para zyrave të shoqërisë në fushë Marinës, ku përsëri kemi kërkuar dhe kemi treguar vendosmëri, sepse ajo që kërkojmë ne është e drejtë. Kemi kërkuar rritjen e fondit të pagave, sa vlera e një page të një punonjësi kinez. Sa merr një punonjës kinez për gjithë vitin, këtë xuja që ka dalë te përgjimet e prokurorisë, aq kemi kërkuar në shtesën për të 400 vetave shqiptarë bashkë. Do të thënë, vlera jonë është sa 400 shqiptarë kërkojnë të marrin shtesën, është pagesa e një kinezi për gjithë vitin. Kaq kërkojnë 400 shqiptarë për gjithë vitin. Dhe kjo është shumë pak ajo që ne kërkojmë. Thjesht këtu nuk ka reagim. Duhet këtë reagim nga të gjitha institucionet. Tu po bëhet diskriminim. Ta njerëz po keq trajtohen, po intimidohen, po bëhet presion për të kthyer në punë dhe po i mbajnë me lakun e varfërisë në fyt për mos të nguritur, duke u bërë presion për bukën e gojës. Sepse në këtë lloj niveli kanë në total. Dhe skemat e tyre me nën kontraktore, duke ngritur firma nën kontraktore, dhe duke bërë ata në kontrata 6 muajore apo 1 vjeçare, thjesht për të mbajtur ata nën presion që të rrinë urse nuk rinevohet kontrata, të rrinë urse ndrohet në kontraktori dhe të rrinë urse sepse do i heqin fare edhe këta që janë në bankës. Kjo është edhe arsyeja, Shau, që disa u kthyen në punë, paktën ka patur disa informacione që ka, le të themi, punëtorë cilët ju është bërë presion dhe janë rikthyer. Janë 13 ditë rresht që punonësit nuk marrin për ditët e grevës, nuk do marrin normalisht pagën dhe këto ditë ndikojnë jashtëzakonisht shumë në ekonominë e tyre familjare. Sepse me atë pagë mbajnë frymën gjatë, me atë pagë mbajnë gjithë familjen. Dhe ajo pagë është e pamjaftueshme aq sa është për të shtyr muajin jo më të mbajnë ditë nga ajo pagë. Dhe intimidimet që kanë bërë, mesazhet që dërgojnë dhe presionet që bëjnë, paraqiten një punë se do heqim nga puna, paraqiten një punë se do heqim nga puna, paraqiten te zyra e shefit. Këto kanë qenë llojet e intimidimeve që punonësit janë në presion, janë në frysni, janë në ankth për të ardhmen e tyre.
por të gjithë këtu e dinë të vërtetën. Të gjithë e dinë të vërtetën dhe askush nuk merr guximin të flasë përveç se nesh. E qartë. E dim që aty ka abuzime me pagat, ka pavërazim me pagat. Dritan, Nuk do reagim nga të gjithë. ndjes, ndalemi pak tek numri i grevistëve. Kur kemi kontaktuar së bashku për herë të parë ditën që ju vendosët të hyni në një grevurie, thatë që është numri përcaktuar. Në mos gabofsha, ka qenë 10 numri i tyre dhe nuk keni pranuar. Ka qenë 10, sepse ka që nga në ambjetet për të mbajtur. 2 djemi kemi nxjerrë për arsye shëndetësore nga rekomandimet që kanë dhënë mjekët që nuk mund të vazhdojnë grevën për arsye sepse shëndeti e tyre ka qenë i rënduar, ata janë trajtuar në spitalin e tjerit, por që janë këtu në ambientin e grevës, por thjesht nuk janë në grevë. Pra për momentin jeni 8 veta që vazhdoni në luftën tuaj për të drejtat tuaja. 8 veta në grevuri dhe pjesa tjetër në grevë. Thjesht në pezullim punën. Si është menduar të vijohet, duke patur parasysh që siç edhe e tham pak e parë, nuk ka reagime dhe sigurisht nuk janë dëgjuar kërkesat tuaja. Ne do të qëndrojmë ditën e mërkurë, kemi lënë një tubim përballë zyrave në fier të kompanisë. Po. Në të njëjtën mendojmë të dalim përballë kryeministrisë për të kërkuar një reagim për padrejtësitë që po bëhen këtu. Ne nuk kemi thjesht të kërkojmë rritje pagës se duam ne në rritje pagë. Ne kërkojmë meritokraci dhe drejtësi. Dhe bëjmë të thirrë institucionet dhe dinë të inspektojnë. Mirë, ka një shkëputje të lidhjes me Dritan Shaun, i cili po artikulon dhe sërish kërkesat që grevistët kanë në këtë ditë të 13 të protestës së tyre, edhe pse nuk kanë patur në fakt, le të themi, reagime as nga Bankers Petroleum, që është kompania ku ata janë të punësuar, po as nga institucione shtetërore, që do të jetë në fakt edhe një nga nismat e radhës që ata thonë se do të kenë, pra në ditën e mërkurë është parashikuar që mund të kenë një protest, po na thoshte Shaun në këtë komunikim të drejtë për drejtë.